Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme do të flasim sërish për çështjen Balluku. Çfarë do të bëj kryeministri Edi Rama? Deri tani mbi tavolinë janë 3 skenarë, nëse do të jap dorëheqjen vet Balluku, do ta shkarkoj Rama apo do të vazhdoj të jetë e pezulluar, duke vazhduar betejën ligjore në gjykatë për masën e sigurisë, por edhe për vendimin për pezullim nga detyra që i dha gjykata e posaçme. Ajo që dim deri tani është që një mbledhje qeverie e planifikuar për mëngjesin e sotëm, pra të ditës së premte, nuk është zhvilluar pasi nuk kishte kush ta drejtonte, për shkak se zëvendës kryeministri u pezullua. Ndërkohë që kryeministri po drejton samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor që ndodhen në Tiranë dhe po vijnë aktualisht. Po për të folur për çështjen Balluku dhe skenaret, kemi të ftuar mikun e emisionit ton, Zaçe Islami, për ta sqaruar më mirë, më troç se me këdo tjetër. Mirëmëngjes avokat dhe faleminderit shumë. Mirëmëngjes dhe faleminderit dhe unë ty për ftesën dhe lidhur me pyetjen që bëre. Po, aty avokat tani së pari një çfarë ndodhi brenda aty se në media ka shumë skenar, hipoteza, jo ka pasur tension, debat, si do i përgjigjen në rrugë ligjore apo do i shpallin luftë spakut. Berisha ka hedhur ca hipoteza të tjera që ka ndodhur, pavarësisht se ai ndodhet me ata në oqeanit, jo në Amerikë, në veriut, por në Brazil poshtë. Pra, ç'a ndodhi brenda aty avokat? Si mendoni që do përgjigjet sot qeveria spakut? Pas ka vajtur një parantezë, pas ka vajtur në Brazil, Salihu? Po, se që mblidhen këta të partive si motra, në më të gaboj. Po e ka kaluar oqeanin, po e ka kaluar andej poshtë, jo lart. Dëgjoj zotëri, ne jemi shteti më karagjos në botë. Dhe një shtet karagjos me një qeveri karagjoze dhe me një parlament karagjozësh. Por me një drejtësi dinjitoze, apo jo? Jo, nuk do ta thosha akoma atë. Akoma. Nuk do ta thosha për arsye se në drejtësi tani që del në dritë del vetëm spaku dhe byra kombëtare e hetimit. Po drejtësia për qytetarët shqiptar ka vdekur me kohë. Megjithatë do kthehemi tek Ballukja dhe tek Rama. Dje ata kanë ndënjur 4 orë bashkë. Kanë ndënjur 4 orë, përse kanë ndënjur? Për të bërë diskutime, për të bërë dashuri, për të zgjidhur probleme, për të dalë nga halli, për të shpëtuar gjykatës, për të shpëtuar prokurorisë, përse kanë ndënjur? Se s'bën vaki që të rri kryeministri me një nga antarët e kabinetit ti me zvëndsën e ti, të rri 4 orë, çfarë kanë diskutuar. Pra thash jemi qeveri shtet karagjos me një pushtet karagjozësh dhe me një qeveri karagjozësh. Këta jemi dhe me një parlament karagjozësh. Zotëri, Belinda Balluku e ka mbushur kupën. Pa diskutim. I ka kaluar të tëra normat dhe të tërë kufit për të arrestuar dhe për të gjykuar. Këtë për shikuesit tanë që ju kanë ndjekur, ju keni 2 vite që e thoni dhe e kërkoni. Dhe praktikisht nuk po bëhet asnjë sepse këta e mbajnë pushtetin me zor, jo me zor, e mbajnë pushtetin se u ka zënë pushteti derën këtyre. S'ka kushtuar marrë pushtetin. Sepse këta të tjerët, ashtu quajturit opozitar, këta janë më karagjos se këta, më hajdut se këta. Jo më larg se sot pas dhe dëgjova nga shtypi që Sali Berisha ka një lot kryesor në unazën e madhe të Tiranës. Pra hanë bashk, punojnë bashk. I bëjnë të tëra bashk. Ato që kam thënë me kohë në emisionet tuaja, në intervistat tuaja. I kam denoncuar me kohë. Mirë po këta bëjnë kështu sepse s'ka kush u dalë përballë. Këta nuk e thash, nuk gjen fjalë që ti përcaktosh pislëqet e këtyre njerëzve dhe pandeshmërinë e tyre, dhe turpet e tyre. Po këta nuk kanë as turp, as frik, as nder, as gjë dhe tallën me shqiptarët. Pra, Ballukja ka ndënjur me Edi Ramën dje, siç ka ndënjur herë për herë, po pa e ditur media, dje ka ndënjur për të zgjidhur ç'do thonë para drejtësisë. Pikërisht kjo është tani, si do i përgjigjen avokat? Cili është skenari i tyre? Ka shanse që Rama t'i kundërvijë spakut apo jo? Rama me kohë ish kundërvën spakut. Pa ata i ka lëshuar ata tjerët avokat. Tani çfarë do bëjmë me këtë? Këtë më duket do ta mbaj.
Këtë nuk do ta mbaj ai këtë, e mban kjo ata. Si e mban kjo ata, dhe ai ishte detyruar që kësaj t'i lëpi këpucët, sepse kjo e ka komprometuar, dhe ai atë bën, i lëpihet asaja, gjithë ai Edi Rami gjatë, edhe që na tregohet na del dhe autoritar, tani një Karagjozës, del dhe i lëpihet Ballukës, sepse Balluka e ka komprometuar. Avokat, ju po thoni që shantazhohet kryeministri? Jo shantazhohet kryeministri, shantazhohet Edi Rama për Ballukën, është palloshi i gjatë, ai nuk është kryeministër, zotëri, ajo e ka thënë se ka lënë ta kuptojmë neve. Ai palloshi i gjatë, pra ajo e merr palloshin dhe i bën zbor tani dhe ka mbajtur ajo djathtë 4 orë në kryeministrin dhe ka thënë këtu që në bëjnë se këto gjë të kemi bërë bashkë. Unë zëre se kam qenë atje në dialogun e tyre. Unë e di që dialog që kanë bërë, e imagjinoj, domethënë jo e di se s'kam qenë atje. Por e imagjinoj dhe e kuptoj çfarë dialogu kanë bërë dhe çfarë sherrësh kanë bërë, sepse thuhet që janë dëgjuar dhe të bërtitur ato lëritero atje në kryeministri. Pra, ajo ati i thot tani këtu, i thot, qenë birqeni, mos më lëviz që kthej, se me ty i kam bërë të tëra dhe ti do përgjigjesh bashkë me mua. Dhe nuk ja tha kot atë fjalë që i tha pardje, që nuk do të mundesh ti, i tha, të bësh me mua, i tha, atë që bëri baba yt me gjyshin tim, i tha. Kjo i thot të tëra, i nderuar gazetar. Kjo i thot të tëra, për ata që din të lexojnë midis rreshtave, kjo i thot që ke kujdes se unë të bëj gropën. Dhe praktikisht ajo ja bën gropën atij. Tani çdo gjë varet nga Ballukja. Po është trimresh, siç pretendon, ajo e dinam në çon koshplerave. Po është femër pastaj si gjitha femrat e dobta, atëherë ata do bien në marrëveshje, do t'i qetësojnë gjërat, por ajo nga drejtësia nuk shpëton. Pra, skenari i mundshëm është që të shkoj vetë, të shkojnë të dy, apo të mos shkoj asnjë? Skenari më i mundshëm është që jo skenario, ajo do shkoj vetë në drejtësi, nuk bëhet fjalë fare. Por ajo duhet patjetër të tërheqë me vete vetë. Dhe këtë gjë do ta bëj Spaku. Avokat, dje hyri dhe Ulsiu e thirrën ministrin e drejtësisë, ish ministrin. Po tani, përse mendoni që e kanë thirrur, sepse janë bërë si shumë avokat, shumë gjyqtar, prokuror nga Dibra. Kanë dhe këta të tarafin e vetë, dobin e vetë, tani për t'i marrë një mendima, për në indikima. Ju si mendoni? Atëre me që jemi të Dibra, duhet t'ju vënë duke një fakt. Që nga viti 1912, dhe sot e kësaj dite, Dibranët kanë qenë gjithmonë në pushtetin ekzekutiv. Si kanë? Ndash në Kodzogut se i ushqen Beogradi. Teze fort kjo, avokat. Është fakt. Ky është fakt historik. Është fakt historik dhe dalën të më thonë jo. Të dalën të më thonë jo, dakord. Pra, Hulsia si e ka ai, është thirrur dje për të konsultuar si do bëjnë. Është ai Hulsi që është autori i dosjes 184 për zgjedhjet e Dibrës. Drejtësia tha që Ulsiu s'ka dorë aty, kështu që po s'ka drejtësi, ata patronazhistët e drejtësisë e ka thënë kështu, po drejtësi nuk ka. Drejtësinë këta e kanë partjake, e kanë drejtësi si që kishte Enver Hoxha në 45-46. Ajo drejtësisht rivendosën në Shqipëri. Pra, avokata, janë mbledhja e dieshme, frytet e cilës pritet i shohim sot, ka qenë ndoshta ndër më të gjata aty. Edhe mendoni që Balluku nuk do kthehet më në atë zyrë si zëvendës kryeministre? Jo, Balluku atje nuk do kthehet më, ta them këtë për të jam i bindur. Dhe Balluku nuk do kthehet më. Zotëri, a erdhi një grup prokurorësh amerikan këtu te Spaku? Zyrtari i lartë Fleming, amerikan i Departamentit Amerikan të Shtetit, takoi prokurorin që kërkoi masën për Ballukun, Dritan Prençin. Faleminderit. Pra, son grekët, çfarë bën mjau në Qeramide? Erdhi ai që u arrestua Ballukja, se të mos kisha ardhuroj nuk do arrestohej. Pra, vërtetoj katërcifërisht që Spaku vepron në drejtimin dhe në urdhrat e
Amerikanëve që e paguajnë, që kanë ngritur si strukturë dhe e paguajnë. Dhe kjo mua më qetëson shumë, më kënaq. Por nuk më kënaq plotësisht, duaj të çojmë punën deri në fund. Të marr Berishën dhe Ramën të marr atje të dy. Të përgjigjen. Ka disa që janë shqetësuar avokat në opinionin publik, pasi mendojnë që fakti që Balluku, gjykata pezulloi Ballukun, po merr kompetencat dhe po dikton ekzekutivin tani. Ju si mendoni, ka të drejti pezulloi të zgjedhurit apo të emëruarit, sepse ju jeni avokat, ju njihni ligjin. Të lutem, të jesh i korruptuar, të kesh vjedhur, edhe me qenë se je zëvendës kryeministër, duhet të rishilirët që janë këtu, vetëm në Shqipëri ndodhin këto. Prandaj thash jemi një shtet karagjoz me një pushtet karagjoz. Po si mundet sepse gjykatës mundi teket nesër, thotë pezulloi gjysmën e qeverisë. Gjykata zotëri është gjykatë. Dhe nuk e vendos gjykata atë, kërkon prokurori, nëse prokurori çon prova në gjykatë, patjetër dhe gjysmë e qeverisë çrohet. Që duhet bjerë tërë qeveria, se e ka rënë për të rënë. Po thash, prapë të shkoj tek ajo jemi një shtet karagjoz. Se gjysmë e qeverisë të burg dhe kryeministri deleve krihet me kurvat jashtë shtetit, kjo s'është më nëse një shtet. Avokat, po tani këta që mendoj kështu, theksojnë që këtu tani po bijem në Republikën e Prokurorëve, pra kanë ata komandën. Dëgjoj, këto i thonë, më vjen keq se kanë folur dhe jurist, edhe jurist deri diku me peshë. Dhe na i quajnë grushtetin, na i quajnë që ka rrëzuar qeveria. Jo zotëri, jo. Jo zotëri, drejtësia ka punën e saj. Grushteti zotëri, dikur mund ta quash, po i drejtojnë personat që ka folur dje. Grushteti do ta quash vetëm kur të dalin tanket në rrugë. Ai është grushteti. Edhe jo ky që të dalë hajduti para drejtësisë që ka grushteti. Jo more, do të vjen sa të doja ajo, meqense ti je i majt, ke qenë pjesë e qeverisë, ke qenë dhe ministri i drejtësie, edhe tani janë delë që nga bërë grushteti. Jo, nuk është grushteti, është vendosje e drejtësisë në vend. Dhe drejtësia do vej në vend. E keni me Manjanin këtë besoj. Ju e thatë, nuk e tha shumë. Po, se e tha ai e cilësoi si grushteti faktin që për zëvendës kryeministrit. Ky përcaktim nuk i shkon Ylli Manjanit si ministri i drejtësisë që ka qenë. Por realisht avokat, ai pse nuk ka të drejtë, sepse po ta marrim edhe konkretisht sot, për shembull, sot nuk ka kush e drejton qeverinë. Ishte përcaktuar që ta drejtonte Balluku, mbledhjen e qeverisë, sepse Rama po pret ata të Ballkanit dhe të Europës që kanë ardhur, kanë zbarkuar Tiranë. Tani ajo është me mas sigurie, urdhë, vendi është pa qeveri. Rama pret ata që po e mbajnë në pushtet. Dhe Rama pa pik përgjegjësie dhe pa pik turpi dje deklaroi dhe tha ne jemi në Evropë, s'kemi punë me tjerë, pra sepse Rama e shikon që me Amerikën i ka mjell hudhra. Ramën, Amerika do ta çojë atje ku ka vendin. Dhe Rama këtë e di. Tani që nuk ka kush e drejton qeverinë, mos keni merak. Se në rast të tilla qeverinë edhe shtetin e drejton o presidenti o kryetari i kuvendit. Nuk mbetet vendi bosh. Cila qeveri do mbetet pa punë, se s'po kuptoj. Qeveria që vjes, qeveria që ka deri tani kanë 4 miliard euro të vjedhura nga kjo qeveri. Avokat, po janë 83 mandate që e kemi votuar, e kemi qeverinë tonë. Mirë keq. Jo, nuk e kemi votuar. Ata janë 83 mandate të vjedhura, është bërë ato ishin zgjedhje parodi, nuk ishin zgjedhje për të zgjedhur. Ne kemi 80 ca vjet që nuk votojmë, që votojmë edhe nuk zgjedhim. Nuk na pyet njeri. Kështu që edhe Amerika e di se që janë këta, Amerika i ka përcaktuar, i ka vlerësuar, u ka dhënë atë që u takon dhe prandaj dhe SPAK u ka ardhur aty dhe ka dhënë urdhër. Urgjentistët arrestohen të korruptuarit. O zotëri Manjani, po ja them që këtej. Dhe po desha hajde të bëjmë debat bashk. Ajo zonja akuzohet se ka vjedhur. Që është zëvendës kryeministrit do thotë që duhet vazhdojë të vjedhë, se këtë s'kuptoj unë nga ju. Jo, avokat, ai edhe të tjerët mendojnë që shiko, qofse ka vjedhur, merr mas arrestoje, jo ta pezullosh, edhe ta lësh aty, sepse tani po e pezulloje, le vendin pa qeveri, ti kërkon mas arresti. Bëj kërkesë parlamentit, sepse ajo si deputete nuk është e prekur. Pra, për ta thënë më thjesht avokat, ajo jashtë shtetit mund të lëviz si deputete, por nuk lëviz si zëvendës kryeministre.
Apo jo ishtë ndaluar dalja jashtë shtetit, ishte që dhe pasaporta. Po pra, po, ajo nuk është shpenzulluar nga funksionet si zëvendës kryeministre dhe ministre, jo si deputete, sepse nëse do kishte pezullim si deputete ose mas, atëherë do ishin drejtuar SPAK-u dhe gjykata parlamentit për heqjen e imunitetit, pra për mas sigurie. Nuk është vonë. Arrest, thash gjithë tjera. Nuk është vonë dhe s'ka fate për këtë punë. Problemi është që ajo duhet pezulluar nga detyra të mos vazhdojë të vjedhë. Ishte hequr mundësia për të vjedhur me këtë mas të SPAK-ut. Të mos i trajtojmë problemet se na u bë kiameti se u arrestua zëvendës kryeministrja. Edhe pastaj çfarë? Se ditë për ditë dalin vjedhjet. Ditë për ditë populli po grabitet në mënyrë më skandaloze ky shtet. Dhe ai dëgjova sot në media që pas ka thënë do shtohen rrogat e administratës, polici, shëndetësi, arsim, dhe s'ka zënë gojë policët, pensionistët, më falë. Po e ka zënë, është do jetë ai çdo muaj e rritja, në mos gaboj. Ai është mashtrimi komunist, i përpikt komunist, i urdhëruar nga Bashkimi Sovjetik Evropian i Evropës, nga Bashkimi Sovjetik i Evropës, sepse Evropa është Bashkimi Sovjetik sot për sot. Evropa është më anti-shqiptarja e mundshme dhe ai atjeve të falet të evropianët. Edi Rama ta di mirë të më dëgjoj. S'ke nga vete, do vesh se s'bën atje ku ke vëndi, ke vjedhur, ke grabitur, ke bërë poshtësit më të mëdha që mund t'i bëtë këti kombi, këti populli. Do shkosh të vëndi. Aja ka grur me ata fare, ata janë dhe sot Tiranë, e mbështesë. Po ata janë armiqtë, po pra si janë armiqtë tanë dhe miqtë e tjerë, janë LGBT e Evropës. Janë ata që na imponuan atë ligjin e gjinive. Dhe del një buqe atje dhe a uan koka ajo sepse i shkelur e drejta e LGBT-qëve, se më kalon në internet tjetër ti. Jo do drejë. E di që kemi shumë për të folur, po edhe kam dhe diçka për masën e sigurisë. Tani, përpara në momentin që u kërkua masa për zotin Berisha, për dosjen Partizani, pat një gurgulet mall atëherë nëse ndalimi i daljes jashtë shtetit ishte kufizim lirie apo jo. Duhet i drejtoheshin parlamentit apo jo. Po në këtë rast, duket se u vendos precedenti atëherë dhe në këtë rast ata s'u drejtuan fare për Ballukun. Në të gjitha rastet vendos byroja politike e Partisë Punës Shqipërisë, që qeveris sot Shqipërinë. Në të gjitha rastet, po se dënoj partia, drejtësia dhe t'i bjerë në qesë sa doj. Pra, si Berisha dhe Rama dhe Ballukja dhe të gjithë këta janë nomenklatura e komunistëve shqiptarë në pushtet, si dje dhe sot. Dhe këta drejtësin e komandojnë dhe e respektojnë kur do qefi si pas interesave të tyre. Që të akuzosh Berishën për klubin Partizani dhe të mos e akuzosh për ato krime monstruoze që janë bërë gjatë qeverisjes së tija, kjo është. Do dalim atje tek ato të Berishës, por avokat, tani ju si mendoni zëvendës kryeministri janë ndër njerëzit më të fuqishëm në vend? Me poste, jo vetëm postin e zëvendës kryeministres, por ministre e infrastrukturës, e energjisë, super buxhet, e të tjera. Tani, mendoni që ajo ka ndonjëri që mund ta mbështesë në këtë rast brenda apo jashtë, në loba, në grup caktuar, që nuk besoj se është vetëm në këtë moment përballë drejtësisë. Ajo ka, po përballë SPAK-ut asnjë nuk guxon që të dalë, po ta them unë, dhe nuk do dalë njeri. Po kush janë ata brenda apo jashtë vendit? Jo, i ka këtu. Këtu, ë? I ka këtu. Po i ka dhe në Europë. Po ku janë? I ke në Bruxelles të LGBT-qët, i ke atje, ata e mbrojnë. Ata po e mbajnë këtë pushtet të këmbur, zotëri. Deri tani ka bërë 2 vizita, në Greqi edhe në Shqipëri. 2 vizitat të fundit. Ajo këtu është, po më kalon në një temë tjetër më çmende. Greqia e solli këtu atë. Greqia e katapultoi në Shqipëri dhe Greqia e ka urdhëruar Edi Ramën që t'i jap postin që ka ajo sot. Ndërkohë ka vajtur në Shtetet Bashkuara ka vajtur po të garantoj, s'kam qenë, po e di që ajo ka takuar lobin grek në Amerikë. Pa diskutim, është takuar me krerët e lobit grek në Amerikë, lobit mandi shqiptar që kërkon të përdit për Epirin. Për këto ka vajtur ajo, s'ka vajtur tek Trumpi, se pret Trumpi ata.
ose departamenti i shtetit. Atje si afrohet gjykundja jo. Megjithatë, që ti vëm kokë muhabetit, ajo do vej brenda dhe bashkë me të pastaj do vej dhe Edi Rama. Kjo punë do kohë. Do pak kohë. Po me zonjat e tjera të Partisë Socialiste, çfarë po ndodh, avokat Gjalshka, Manashtiliu, nuk e di, kush është tjetër? Ne kemi folur bashkë. Kemi folur edhe tani do flasim. Gjalshka zotëri ka imunitet partie. Nuk e lëshon partia Gjalshkën, sepse ka rënë të thella në pushtet Gjalshka dhe fisi saja. Ka rënë të thella në pushtet. Jaho. Dhe Jahodhi ha për ha ja ka hedhur, por nuk do t'i shpëtoj përgjegjësisë. Për këtë ju garantoj juve dhe shqiptarëve. Do dalë se s'bën, do dalë para përgjegjësisë, para bankës të akuzuarve. Ka bërë vjedhje, ka bërë krime, ka fakt penal që duhet arrestuar. Atë se lëshon Rama, se lëshon byroja Komiteti Qendror i Partisë Punës në pushtet, por ajo duan apo s'duan, tani frenat dorë Shqipëri ka marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duan apo s'duan këta. Kohën e qëndrimit në pushtet e kanë të shkurtër dhe këtë e din. Dhe do japin llogari, do vend të vendi. Velia e Mehmetën sikur u harruan, avokat. Ai tjetër Karagjosa i thotë s'më lënë veten në të kryej detyrën, thotë. Çan këto pistollë që thonë këtu. Kaq poshtë na e ulin atë nivelin e inteligjencës, sa ai është i burgosur, i arrestuar, është në burg në hetim dhe thotë duhet vetë të kryej detyrën. Po ku ka vend të botës që të lejoj të bësh këto? Po mirë, avokata e ka drejt ndoshta sepse thotë gjykata kushtetuese e rrëzoi shkarkimin. Tani, me që ju nuk më shkarkoni, më lejoni që të shkoj të bëj detyrën. Por e rrëzoi shkarkimin, por nuk e përjashtoi na përgjegjësi penale që kanë para gjykatës. Vazhdoi gjyqi, vazhdoi hetimi, mua më vetë bëj detyrën deri në vendim formës. Jo zotëri, por nuk jeni detyrë nëse e jep akuzuar për vjedhje. Prandaj thash janë paradokset tona. Se dhe gjykata kushtetuese 5-3 sa e bëri, kuptohet që ka qenë 3 kundër, nuk janë pak. Në gjykatën kushtetuese duhet të keni kujdes një gjë. Edhe një po të jetë kundër, flet shumë. Flet shumë. Plus në gjykata kushtetuese nga këta është, një nga antarët e gjykatës kushtetuese ka qenë agent e sigurimit të shtetit, që shkojmë larg neve. Që presim drejtësi. Nuk ka drejtësi. Duan këto avokat, edhe ai vetë ndoshta që foli që tha nuk është e vërtet, por edhe ata të KED-s i mohuan, që nuk ka. Dgjoj, të lutem, këta i mohojnë. Këto i mohojnë këto gjëra edhe këto fakte i mohojnë se kanë arkivin në dorë vetë dhe nuk ka kush i zbuloj se i kanë qesat e arkivit vetë. Por në fakt populli i di, qytetarët i din, dhe kanë folur dhe flasin, por qytetarëve u zën koka me derë, s'kan nga lëvizin. Janë katandisur në mënyrë tillë me ndihmën e LGBTQ-ve të Amerikës, të Evropës më falë, janë shkelur dhe po shkelen aq shumë shqiptarë sa s'ka ku shkojnë më. Plus i moshatisë e Shqipëria, direkt me urdhët të LGBTQ-ve të Brukselit. Avokat, po me Berishën çfarë do ndodh tani se Isti Janari u hap, vajt dëshmoi, ishte i mërzitur atë ditë kur doli, i nevërkosur atje, duket kishte ndodhur. I ka rënë hunda shokut Berisha, I ka rënë hunda se i kanë dalë fakte se kujtonte se si gjë trash që është, kujtoi se mban vetëm për të zgjuar ai. Ta që kanë banda me vete pas shpine, e u duket vetja të mënçur, u duket vetja trima, por nuk e din që ka bërë që që abicak, thot populli. Zotri, ai bajti në spak dhe janë vërë fakte për para. Ai ka menduar se duke i fshirë serverat e kryeministrisë, që nuk fori njeri fare as prokurori. Ora këtu nga ta zëshe nga ta lëshmu. U shtukës serverat e kryeministrisë, që i shtuku? Që ndodhi? S'ka pas thaj, Berisha, nuk ka pas, s'kemi pas kamera për të regjistruar atë mbrëmta. S'kishte, ku t'ja thot ato? Ku t'ja thot? Ku a thot qytetarëve në rrugë që s'dinë, s'marrëves, nuk ma thot mua. Të dalë ma thot mua, po shburë. Të na thot kush e qëlloj me grush në dra prendin. Se në Edimir kush e qëlloj? Populli Edimir, se nga ta kanë dalë, nga 24 atje. Pa ju thoni që nuk u plagos në protest shefi gardës, pa i qëlloj. Qarë thua më, ku e gjeti protesta Ndrea Prendin, ku e gjeti, a ishte në kryeministri, ku e gjeti.
I din mirë Berisha, Prendi, ai Lulushi, që je ministri i brendshëm, i din mirë punët. Ai ka ikur, s'di ka bëhet me avokat. Videot janë të sistemuara dhe të regjistruara, të konservuara në serverin qendror që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këta si budallë që kanë menduar që me që ishtë dukën këtu edhe si kanë më. Tani janë vënë video përpara Shokut Sali, edhe Shokut Sali i ka dhënë brekët, ta them unë. Ky është fundi, thoni ju. As bëhet fjalë fare. Do paguaj tradhtin që na ka bërë neve të djathtëve ai. Dhe duhet ta paguaj duke u zvarrisur, sepse ka marrë 15 vjet rresht natë në Greqia, në Shqipëri, sa që kishte protesta, duke e besuar se ishte me neve, se ishte i djathtë. Nuk e dinim se ishte Juda e futur tek e djathta shqiptare. S'kisha nga ta dija që ai kishte marrë detyrë për ta shkatëruar, siç e shkatëroi dhe siç e shikojmë ditë për ditë Partinë Demokratike. Forcën më të shkëlqyer të djathtë që ishte, e bëri, grumbulloi rreth vetes bashkëpunëtor të sigurimit shtetit, duke filluar nga ai Gojeci, tregtar sheu, ai ca pardesy të bardha, tjera, me të cilët ai goditi neve të djathtëve, na goditi tamam, siç din të godisin komunistët. Nuk e dinim që ai ishte spion, dyshonin që mund të ishte spion i serbëve, por nuk e dinim të vërtetuar. Tani e kemi të vërtetuar plotësisht. Pra, Sali Berisha bashkë me Edi Ramën janë dy kokat e një gjarpëri, një trup që duhet vënë se s'bën me burg. Dhe do vënë. Kam bindje absolute dhe besoj tek drejtësia të SPAK-u dhe të BKH-ja dhe të gjykata kundër krimit dhe korrupsionit organizuar, që ata do vënë në burg. Të dy bashkë me Krysh, Kallon Kusurët e tjerë që kanë pas vetes. Tani mbaron mandati i Dumanit, avokat. Do mendoni që do fus duart politika tek ai riu që do vinë, apo prap tek amerikanët janë shpresat? Po s'le Amerika që të futin tatuitat jo, mos e diskutojnë. Ja i mbaroi mandatin Dumanit, e pastaj do vi tjetri, do bëj një do zbatoj ligjin. Është e thjeshtë fare, do zbatoj ligjin, se dhe që të vi, nuk ka dy koka, nuk ka dy jetë. Ai që të vi, do t'i thresë mëndës, do vi atë të bëj ligjin, nuk do vi që të bëhet mish për to. Avokat, po ju dinin historinë ndonjë kryeministër apo president që është arrestuar në detyrë, sepse më thatë pak më lart që atje ka vendin e Rama, por ai është në krye të qeverisë. Pra ju thoni që do pres drejtësia të marrë mandatin dhe pastaj mund ta thrasë, mund ta pyes, apo më përpara? Jo, thret dhe pyet kur ti do i qefi, dhe është i detyruar të vej kur ta thresin. Qofse jemi për shtet ligjor, siç pretendojnë këta, se në fakt kemi shtet partijak, nuk kemi shtet ligjor. Por megjithatë, me që pretendojnë për shtet ligjor, atëherë ai duhet bëjt përgjigjet. Sa herë që ta thrasin. Dhe ai ka vatur 3 herë në SPAK, jo 1 herë. Kush? Rama. Po s'kemi parë gjë. Po pse doni t'ua thonë? Po kush e ka media në dorë? E ka ai. Ai nuk i publikon ato që janë kundër tij, nuk diskutohet fare. Pra, Edi Rama ka vajtur 3 herë në SPAK, po ju them unë. Po për çfarë? Edhe telefoni i është marrë, edhe ishtë kontrolluar. Të tëra janë bërë. Pa ju tha që mos tentoni, mos guzoni të vinit, më kërkoni telefonin. Dhe pastaj vajti si djali i mirë dhe valla telefonin me një këmbë duke hedhur vallë. Nuk është trim ai. Sa ai e di se që pret, sa e ka në kurris, përveç ka bërë këtu në Shqipëri dhe s'po bën këtu në Shqipëri. Ai ka me Gonigallin në kurris. Si thoni ju, do t'ja falë Amerika me Gonigallin atje? Kur në kur. Do t'ja falë. Ndoshta mund të thotë që është mirë aty ku është letrinë atje në qetësi, stabilitet në Ballkan. Të vazhdoj, jo, por nuk do prishet nuk do ketë destabilizim Shqipëri. Ai do jap dorëgjën mu si djali mirë. Do t'i thonë jep dorëgjën, do jap dorëgjën ai. Ka mbaruar ajo punë. Tani ai mendon dhe shpreson që të shpëtoj bashkëpunëtorët e tij, gjë që s'do ta bëj dot. Të tërë do vënë pas tij. Po për atje, nga informacioni që ju keni, avokat, ka vajt tani afër dhe për çfarë dosjesh konkretisht? Këto të fundit apo? Ka vajtur 3 herë në periudha kohë të ndryshme njëra nga tjetra. Domethënë ka vajtur herën e parë, dhe fjala është pyetur për anë. Ka vajtur të dytën për bën,
ka vajtur të tretën për cën e kështu me radhë derisa të vetë jap llogari si duhet japi. Nuk i shton drejtësisë, jeni të sigurt. Avokat, kam një gjë të fundit. Javën e kaluar kishim mbledhjen e përbashkët me italianët. Rama u dha liri të plot mbi Shqipërinë. Edhe mund të trajtojnë kudo tha. Shqipëria nuk është çifliku i kristaqit, zotri, që t'jap leje të plot Edi Rama. Edi Rama i ka kaluar kufi, po kanë mbetur akoma ca djem në Shqipëri dhe ca burra, që mund t'ja tregojnë vendin. Prandaj të tërhiqet në ato pislliqe që bën, të largohet nga brekët e Melonit, se i mbetën turit të brekët e Melonit, dhe t'i dalë të kryej detyrën si kryeministri i Shqipërisë, pra që kohë sa është akoma. Po më duket se i kërkuani që ndihmë edhe Italisë në raport me Greqinë. Mendoni që do na zgjedh ne Italia përballë Greqisë? Si Greqia dhe Italia janë në mbrojtje të këtij. Nuk ka me Greqinë s'ka asnjë problem. Po, me Greqinë problemin e kemi ne Mitsotakishin. Me Greqinë problemin e Greqia problem ka me neve detarët shqiptarë, me ne konservatorët shqiptarë, me ne patriotët shqiptarë, me ne ka problem Greqia, s'ka problem me Edi Ramën. Edi Ramën e kam gjep kur doj, si të doj Greqia do bëj ky, dhe ashtu po bën, si të do Greqia. Po si ka mos ju kështu keni thënë edhe për Fatosnanun, kështu po thoni edhe për Ramën, për Berishën, për serbët. Po pse nuk janë vërtetuar këto, po nuk ishte Fatosnanu në Athinë që tha minoriteti grek në Shqipëri jeton në trojet e veta. Kush ishte? Unë isha, ai ishte. Dhe isha unë që i thash që s'kjo që thua. Dhe detyrova unë ta merrte mbrapsht, dhe pastaj kisha fjalën për shtëpitë që ndërtuan tha në pronat që u dha 7501-shi. Zotri, Greqia ka gjysmën e pushtetit shqiptar, për të mos thënë tërë, e ka agent të vet. Ti ke ministrin e mbrojtjes grek, mor, pse shkon më tutje? Ti ke atë lëngun, ai është grek, ka deklaruar që është grek me komsi greke. Dhe ti e ke ministrin e mbrojtjes, në një kohë që me Greqinë gjeni lufte. Paradokset e këtyre palaceve, këtyre maskarejve, këtyre policirave që na drejtojnë sot, nuk kanë fund. Vë ministrin e mbrojtjes një grek me shtetin nam të cilit jeni gjendje lufte. Qa prisni më ju? Këto janë, këta gënjejnë qytetarët e thjesht në rrugë, po mua s'u gënjejnë dot. Pse nuk u mban atyre analistëve? Atyre opinionistëve. Se nuk dalë ata opinionistët të bëjnë debat me mua në media. I stoj. Ju e dorashkën. Mos më dalë mua spionën si Baton Haxhiu me shok, të paguar shtrejt shumë nga Beogradi, dhe të dalin në mbrojtje të... Keni prova, avokat, se po akuzoni, nuk është se po mbroj njëri, po... Kanë dalë në media, më zotri. Kanë dalë në media, nuk i akuzoj unë. Unë i kërkoj të dalin, të debatojnë me mua, dhe të më thonë, të mbrojnë ato që thonë. Po ata flasin vet atje, mblidhen me njëri tjetrin, janë të tërë të një mendje, ata që është gjasme janë në panel dhe bëjnë debate, në fakt janë të një mendje. Dhe po t'i vësh re debateve të tyre, kur nuk shkojnë atje kur është plaga, po vinë rreth e rrotull dhe bëjnë sikur zihen, sikur kanë kontradikta, në fakt janë në një mendje. Dhe mbrojnë pushtetin aktual dhe mbrojnë komunistët shqiptarë në pushtet. Kjo është detyra e tyre. Këtë detyrë kanë marrë nga Beogradi, nga Athina, nga Moska. Dhe nga LGBT-qet e Evropës. Edhe diçka të fundit kam, avokat, megjithatë, i njohim edhe meritën se kryeministri jon arrin që t'i mbaj, si ka mundësi tani që Izraeli do investoj për armatime në Shqipëri, Italia në Pashaliman. Ndërkohë që ne dim si janë marrëdhëniet mes Izraelit dhe Turqisë, Rama i ka mirë me të dy. Jo, zotri, Izraeli nuk do të mund të investoj kur në Shqipëri për armatime. Armatimin e Shqipërisë do ta bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kanë bërë, dhe janë këtu. Kështu që ato janë shashka që i heth Edi Rama për të thënë që ja kam miqësi
kam marrëdhënie të shkëlqyera. Ai do që të bëjë marrëdhënie me izraelitët, do që të sjellë që futet këtu në Shqipëri, është dakord që të krijohet kolonia që futet në Shqipëri, siç ka bërë edhe mbushjen e Shqipërisë, është mbushur Shqipëria me të huaj. Dhe nuk flet njeri. Shkon për në gjithë jugun, ke kamarier, guzhinier të huaj. Filipinez kënë Tepelen në tocë të Tepelenës. Edhe këngëtarë në Durrës, avokat. Këndojnë këngët shqipe. Bukuri. Dhe na vinë zezak këtu nga anës, kam mësuar dhe 5 llafe shqip dhe këta i reklamojnë dhe i bëjnë sikur ata janë dashamirësit tanë. Zotëri, ata nëse pas se do bëjnë fëmijë, ata do shtohen. Edhe ata do të shkatërrojnë atë kompaktësi. Nuk kemi edhe krushime ata. Po patjetër do bëhen, të tëra do bëhen. Ai është objektivi, që të shkatërrohet komi shqiptar, të prishet struktura kombëtare shqiptare. Ky është urdhri që ka marrë nga LGBT-q të Evropës dhe nga Izraeli. Dhe ai këtë kërkon të bëjë. Po ka akoma burra shqiptar që presëm t'ua t'ia tregojnë vendin. Edhe në të gjitha trevat avokat nuk jemi në gjendje të mirë, jo vetëm Shqipëri. Pa diskutim. Mos kërkon të shqiptarët e Maqedonisë, mos kërko fare sepse ati janë Maqedonasit që urdhrojnë edhe nëpërmjet Beogradit. Mos kërkon në Kosovë, Kosova gjysma, ja urdhro, do bëjnë prapë zgjedhje. Pse? Janë të përçarë, të shkatëruar, sepse vepron agjentura e Serbisë. Në Maltëzi po e njëjta situatë, ne jemi, prandaj shpresa dhe shpëtimi jon do vijë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pik. Ky vendim është marrë dhe kjo do realizohet. Me hir apo me pa hir, po do bëhet. Fjala jote në vesh të Washingtonit, avokat, të falenderoj shumë, sidomos të publikut, të shpreh edhe mirënjohjen për mesazhet që ka marrë nga ata, për t'ua thënë edhe juve. Të jam mirënjohës shumë. Faleminderit dhe një falenderim të madh të jashtëzakonshëm ja u drejtoj të gjithë shikuesve tuaj, të cilët me mbështetjen e tyre na ndihmojnë dhe na japin kurajo. Kurajo nuk na mungon, por na japin mbështetje në kuptimin që e shohim që kemi dikë me vete, që të vazhdojmë të flasim në interes të kombit, në interes të vendit. Unë kështu kam folur, kështu flas, e kështu do flas sa të kem jetën dhe sa të më ftoni ju. Një falenderit. Prandaj dhe mbështetja e tyre është e madhe sepse jeni me të vërtetat dhe pa doreza. Avokat, falenderit shumë. Gjithë të mirat.